Before the COVID pandemic, Dr. Fauci, Përpara pandemisë Covid, Dr. Fauci, si kreu i Institutit Kombëtar të Alergjisë dhe Sëmundjeve Infektive, siguroi miliona dollar të taksapaguesve amerikan për të financuar kërkime të rrezikshme mbi koronaviruset e lakuriqeve të natës në Institutin e Virologjisë Wuhan. Një punë e cila shihej gjerësisht si burimi i rrjedhjes së paqëllimshme laboratorike që shkaktoi pandeminë. Në mbështetje të mandatit të transparencës maksimale të presidentit Trump, sot në ditën time të fundit si drejtore e inteligjencës kombëtare po publikoj komunikime dhe dokumente të papara më parë, që ekspozojnë saktësisht se si Fauci bashkëpunoi me një leadership të politizuar karriere në komunitetin e inteligjencës, për të mbuluar të vërtetën rreth veprimeve të tij, rreth origjinës së rrjedhjes laboratorike të virusit dhe rolit të tij në drejtimin e fondeve amerikane për këtë kërkim të rrezikshëm që shkaktoi dëme të pamatshme dhe jetë të panumërta, të humbura. Këto dokumente ekspozojnë rolin e drejtpërdrejtë të Fauci në ndikimin dhe manipulimin e vlerësimeve të ai mbi COVID-19 dhe se si Fauci gënjeu Kongresin në vitin 2024, kur në mbetim mohoi të kishte dieni ose pjesëmarrje në diskutime me zyrtarë të inteligjencës rreth kërkimit viral. Por ne morëm gjithashtu dëshmi nga shumë denoncues të komunitetit të inteligjencës, të cilët raportuan hakmarrje për ata që atëherë sfiduan manipulimin e komunitetit të inteligjencës mbi origjinën e virusit. Edhe një herë, duke zbuluar kështu një model të qartë të mbulimit së prejardhjes së virusit, heshtjes së kritikëve dhe fshehjes të së vërtetës. Marrëdhëniet e ngushta të Dr. Faucit me komunitetin e inteligjencës në atë kohë i mundësuan atij të merrte tre role kyçe që mbronin atë nga shqyrtimi apo hetimi. Së pari, Dr. Fauci financoi kërkimet e rrezikshme mbi koronavirusin nën formulën "Fitojmë nga funksioni", duke u lidhur me kompanitë e mëdha farmaceutike, që krijuan vaksinat universale me vlerë triliona dollar. Së dyti, Dr. Fauci ishte këshilltari i prapaskenave, ai i cili, së bashku me të ashtu quajturit ekspertë të zgjedhur me kujdes, e shtyu komunitetin e inteligjencës që të mbështeste idenë e një origjinë natyrale shtazore të virusit, për të fshehur kërkimin e tij të rrezikshëm të zinxhirit të funksionit që ai financoi, dhe duke përdorur paratë e taksapaguesve, bëri përpjekje të qëllimshme për të mbuluar të vërtetën dhe për të larguar fajin dhe vëmendjen nga veprimet e tij. Së treti, Dr. Fauci u bë eksperti i pandemisë së vendit dhe ai publikisht shpërndau mashtrime, dezinformim dhe censur, duke përdorur çdo platformë të disponueshme. Tani, sipas qindra emaileve të shqyrtuara që përfshihen në këtë dokumentacion, duket se komuniteti i inteligjencës pothuajse gjithmonë i ka përfshirë rekomandimet e Faucit në raportimet e tij. Fauci promovoi një shkresë mashtruese, botimin e të cilës ndihmoi ta nxirrte si informacion legjitim për tu marrë në konsiderat nga komuniteti i inteligjencës. Analistët e lartë e vlerësonin Dr. Faucin jo si një hartues politikash, por si atë që e quanin njeriu i paanshëm në përzgjedhjen e ekspertëve të vërtetë të koronavirusit, ndërsa ai në fakt injoroi qëllimisht ekspertët që mund të mos pajtoheshin me rrëfimet e Fauci. Fauci nuk u ndal me kaq. Ai gënjeu hapur edhe Kongresin në mbetim, gjatë dëshmisë së tij në vitin 2024 para nën komisionit të zgjedhur, të dhomës së përfaqësuesve, mbi pandeminë e koronavirusit, duke mohuar se kishte folur ndonjëherë me ndonjë agjencë inteligjence në lidhje me Covidin. Por, korrespondenca që po publikoj sot, bie ndesh drejt për drejt me dëshminë e Faucit në mbetim. Morëm deklarata nga shumë informatorë që zbulonin se analistët e inteligjencës që guxuan të sfidonin konkluzionet për origjinën e Covidit, të Dr. Faucit, u përballën me kërcënime, me hakmarrjeje, me marginalizim dhe shumë prej tyre hasën pengesa në karrierën e tyre. Për shembull, një kontraktor u pushua nga puna vetëm pak ditë pasi u paraqit në drejtorinë që unë drejtoj, si informator, për të dhënë informacion për virusin. Një shembull tjetër, ata që mbështeten hipotezën e rrjedhjes së informacionit lidhur me laboratorin, apo shprehen pikpamje mospajtuese, ishin të bindur nga menaxherët e tyre se leadershipi do të përcaktonte se cilët analistë do të ngriheshin në detyrë dhe cilët jo. Mesazhi ishte i qartë: pajtohu me ne ose prano ndëshkimin. Një udhëheqës i lartë i shërbimeve inteligjente kërkoi gjithashtu të minonte informatorët, duke hequr anonimatin që kërkohet në procesin e dhënies së informacioneve. Dërsa informatorët bën ankesat e tyre lidhur me këtë, gjithashtu këmbëngulen që menaxherët ose avokatët e tyre të ishin të pranishëm gjatë takimeve në drejtorinë e shërbimeve inteligjente, ku këta informatorë po paraqiteshin me dëshminë e tyre lidhur me çështjen. Padyshim ishte krijuar një atmosferë frike. Pandemia e Covid shkaktoi vështirësi dhe dhimbje të jashtëzakonshme për miliona amerikanë dhe njerëz të panumërt në të gjithë botën. Dhe pas vitesh me gënjeshtra, censur dhe mbulim të fakteve, populli amerikan meriton transparencë,
të vërtetën dhe llogaridhënie. Taktikat që u përdorën për të fshehur të vërtetën janë dhe vijnë drejt për drejt nga udhërfyesi i Deep State apo shtetit të thellë. Udhëheqës të politizuar dhe egoist si Dr. Fauci mbuluan gabimet e tyre dhe abuzimet mes dhe nëpërmjet pushtetin, manipuluan shërbimet inteligjente, gënjyen Kongresin dhe minuan një president të zgjedhur me ligj, duke i kufizuar atij aksesin në faktet jetësore që i nevojiteshin për t'i ditur, në mënyrë që të mbante vendin në siguri. Është koha që të dini tashmë të vërtetën. He needed to keep the country safe. It's time you know the truth. Mast Channel. Please subscribe.